Kryebashkiaku i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi u mor ditët e fundit në pyetje nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku qëndroi për rreth 3 orë duke dhënë shpjegime. Zyrtarisht ai u paraqit përpara organit të akuzës në cilësinë e personit në dieni. Megjithatë, burimet pranë hetimit tregojnë se çështja që po hetohet nuk ka të bëjë me ndonjë formalitet procedural, por me një skem të mirëfillt korrupsioni, që ka në qendër të saj kompaninë e baxhenakut të tij Adrian Çela. Sipas të dhënave të siguruara nga pamfleti, objekti i hetimit të spakut është kompania Anel & Co SHPK, e cila prej vitesh rezulton të ketë siguruar kontrata publike me vlerë miliona euro në qarkun e Gjirokastrës, gjithmonë në ombrellën e pushtetit vendor të drejtuar nga kryebashkiaku Flamur Golemi dhe gjithmonë në favor të baxhenakut të tij Adrian Çela, i cili sot rezulton pronari vetëm i kësaj kompanie. Më 3 janar të vitit 2018, një individ me emrin Alexander Rogo themeloi kompaninë Anel & Co SHPK, duke e pajisur atë me një kapital fillestar prej 1.8 milion lekësh të vjetra. Shumë kjo e barabartë me rreth 18.000 euro në kursin e kohës. Megjithatë, themeluesi Alexander Rogo nuk qëndroi gjatë në krye të kompanisë që sapo kishte ngritur, pasi më 21 shkurt të njëjtit vit, pra vetëm 49 ditë pas themelimit, ai vendosi të emërojë administrator Arben Çelën, duke i lënë atij të gjitha kompetencat e drejtimit të kompanisë, ndërsa pronësia mbeti ende zyrtarisht në emër të tij. Emri Arben Çelës nuk është as pak i rastit në këtë histori. Arben Çela është vëllai i Adrian Çelës. Dhe Adrian Çela, siç e di shumë mirë gjithë Gjirokastra, është baxhenaku i kryebashkiakut Flamur Golemi. Kjo do të thotë se në muajin shkurt të vitit 2018, pra plot një vit e gjysmë përpara se Flamur Golemi të merrte zyrtarisht pushtetin në Bashkinë e Gjirokastrës, kompania që do të përfitonte miliona euro nga tenderat publik, tashmë drejtohej në një mënyrë operative nga vëllai i baxhenakut të kryebashkiakut të ardhshëm. Në muajin gusht të vitit 2019, Flamur Golemi mori zyrtarisht detyrën e kryebashkiakut të Bashkisë së Gjirokastrës, duke marrë në kontroll institucionin më të rëndësishëm të qeverisjes vendore në të gjithë qarkun. Vetëm 6 muaj më vonë, më 18 shkurt të vitit 2020, kompania Anel & Co fitoi tenderin e saj të parë të rëndësishëm, atë të furnizimit me karburant për Bashkinë Dropull, me një vlerë që arrinte shifrën e 4.8 milion lekëve, ose rreth 48.000 euro. Në muajin prill të vitit 2021, KLSH publikoi një raport auditimi për Bashkinë Këlqyr, ku konstatonte se kompania Anel & Co ushtronte aktivitetin e tregtimit të karburantit në territorin e kësaj bashkie, pa disponuar licencë të nevojshme për këtë qëllim, duke i shkaktuar buxhetit të bashkisë një detyrim të prapambetur prej 1.1 milion lekësh, ose rreth 11.000 euro. Megjithatë, ky konstatim i institucionit më të lartë të auditimit në vend nuk shkoi as pak me ecurinë e mëtejshme të kompanisë, e cila vijoi të merrte kontrata për bashkitë e qarkut pas një pengesë. Gjatë periudhës 3 vjeçare 2021-2023, të dhënat financiare të kompanisë tregojnë se Anel & Co arriti të realizojë një xhiro vjetore mesatare që i kalonte 570 milion lekët, duke grumbulluar në total 1.7 miliard lek. Pjesa dërmuese e këtyre të ardhurave vinte nga kontrata publike të siguruara në qarkun e Gjirokastrës. Pikërisht aty ku ndikimi i kryebashkiakut Flamur Golemi ishte vendimtar. Më 19 shtator të vitit 2024, themeluesi Alexander Rogo vendosi të rrisë kapitalin e kompanisë nga 1.8 milion në 7.8 milion lek. Shumë kjo e barabartë me rreth 78.000 euro, duke përdorur për këtë qëllim fitimet e pashpërndara të vitit 2020. Vetëm 3 javë më vonë, më 10 tetor të vitit 2024, Rogo ja shiti të gjitha kuotat e pronësisë Adrian Çelës me një çmim prej 6.8 milion lekësh, ose rreth 68.000 euro. Në këtë moment Adriani, baxhenaku i kryebashkiakut Flamur Golemi, u bë pronari vetëm i kompanisë Anel & Co, duke marrë zyrtarisht në dorë gjithçka. Në muajin maj të vitit 2025, kompania Anel & Co fitoi tenderin e Bashkisë Dropull për furnizimin me karburant me një vlerë prej 8.4 milion lekësh, ose rreth 84.000 euro, duke qenë në këtë procedurë ofruesi i vetëm. Në të njëjtën periudhë, kompania siguroi edhe tenderin e Bashkisë Libohov me vlerë 2.7 milion lek, 27.000 euro. Përsëri i vetmi operator ekonomik i paraqitur në garë, por kulmi i kësaj historie ndodhi në muajin gusht të vitit 2025, kur Bashkia e Gjirokastrës, e drejtuar nga Flamur Golemi, hapi procedurën e tenderit për furnizimin me karburant. Në këtë tender u paraqitën 2 ofertues, kompania Anel & Co e baxhenakut Adrian Çela dhe kompania Flady Petroleum. Oferta e kompanisë së baxhenakut ishte 16.9 milion lek, shumë kjo e barabartë me rreth 169.000 euro, ndërsa oferta e konkurrentit ishte 17.4 milion lek, ose rreth 174.000 euro. Kompania Flady Petroleum u skualifikua nga procedura e tenderit. Arsyeja zyrtare e skualifikimit ishte mungesa e një certifikate marke të lëshuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Një dokument ky që në çdo rast normal mund të plotësohet brenda pak ditësh. Megjithatë, në procedurat e prokurimit të Bashkisë së Gjirokastrës,
Formalitetet të tilla u bën pengese pakalueshme për të eliminuar konkurrencën përballë kompanisë së Baxhenakut të Kryebashkiakut. Në përfundim fitues doli Anel & Co. Bilanci përfundimtar, 1.6 milion euro për Baxhenakun. Sipas llogaritjeve të bëra nga pamfleti, duke u bazuar në të dhënat zyrtare të prokurimeve publike. Totali i kontratave të fituara nga kompania Anel & Co në qarkun e Gjirokastrës, që nga momenti i ardhjes së Flamur Golemit në pushtet në gusht të vitit 2019 deri më sot, arrin shifrën e 126.4 milion lekëve. Shumë kjo e barabartë me rreth 1.6 milion euro. Nga kjo vlerë totale rreth 730.000 euro janë siguruar nga 14 kontrata ku kompania ka qenë operatori vetëm, ndërsa rreth 870.000 euro të tjera janë siguruar nga 3 kontrata madhore në bashkëpunim me grupin Gega. Pas daljes nga ambientet e prokurorisë së posaçme, Kryebashkiaku Flamur Golemi u deklarua para mediave se ishte thirrur për të dhënë shpjegime në cilësinë e personit në Djani për një çështje që lidhet me një institucion të Bashkisë së Gjirokastrës. Megjithatë, në qytet prej kohësh qarkullon e njëjta pyetje: a mund të jetë Kryebashkiaku thjesht në Djani për faktin se kompania e Baxhenakut të tij ka përfituar 1.6 milion euro nga tenderat e bashkive të qarkut, apo diçka më shumë e lidh atë me këtë skemë? Në Gjirokastër të gjithë janë prej kohësh në Djani se paratë e bashkisë kanë marrë të njëjtën rrugë te Baxhenaku Kryebashkiakut.